Për ata thoshin parë tonë, njeri ai vëlla që ka nevojë të lip falje prej vëllavit vet. Mos e çoçro atë njeri që ka nevojë me lip falje. Për shkak se ai që ka zemrën e mirë të arsyeton. Ai që ka zemrën e mirë të arsyeton edhe nëse nuk ke arsye. Mos flasmi nëse ke arsye. Për ata që ke mal zor as me vëllezër, me jetu me ata të cilët i lip falje dhe nuk të arsyeton. Mos flasmi për ata të cilët kanë nevojë me lip falje. S'ka nevojë me lip falje për shkak se ne faktikisht ja kemi bon halal nderin ton, ja kemi bon halal çdo se njerëz që kanë cenu nderin ton para se ato me lip Allah. Për shkak se ne jena në zor e kena një krizën tonë e kena ne si të arrijmë kënaqësinë e Zotit tonë. Nuk na intereson kënaqësia e njerëzve. E nëse është synimi jon i lartë, atëherë s'ka dyshim se këto të qert arsyetohen nga se Allahu i madh i ka arsyetu e kush jemi ne mos t'i arsyetojmë njëri tjetrin.